Procesi i numërimit ka hyrë në një fazë të avancuar të numërimit të votave preferenciale për kandidatët, ndërsa i takon rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve ka mbetur pak mistere. Partia Socialiste ka siguruar 83 mandate dhe shpreson që të sigurojë edhe një shtesë përmes votës së diasporës në qarkun e Lezhës. Aktualisht në këtë qark, PD kryeson me rezultatin 4-3, por rezultati është i ngushtë dhe mund të ndryshojë me numërimin përfundimtar të rreth 11.000 votave të diasporës për këtë qark. Sa u takon qarqeve të tjera, më shumë se sa lufta mes kampeve politike enigmatike është situata brenda llojit, ku kandidatët e listës së hapur, sidomos në radhët e Partisë Socialiste, janë në garë se kush ka siguruar më shumë vota preferenciale. Gara me rivalitetin më të lartë është në Tiranë, ku PS ka siguruar 7 mandate në listën e hapur. Aktualisht për socialistët në krye të listës së votave preferenciale është Blendi Gonxha. PD ka vetëm një mandat në listën e hapur, ku deri më tani ai shkon për mjekun Ilir Ali Mehmeti. Vlen të theksohet se në 3 qarqe, përkatësisht në Vlorë, Fier dhe Elbasan, Partia Demokratike dhe koalicioni i saj humbën edhe vendin e fundit të listës së mbyllur.